Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku si çdo ditë ju e dini jemi rreth një orë në transmetim dhe do sjellim sot një histori të dhimbshme. Në fakt të dashur miq, shpesh në celularin tim vijnë mesazhe të dhimbshme nga shumë gra të cilat kërkojnë ndihmë, madje edhe video. Paraditën e sotme, në numrin e redaksisë e emisionit Pa Gjurmë, mbriti një video e një zonje e cila kërkonte ndihmë. Ajo jeton në qytetin e Laçit, është nëna e 4 fëmijëve dhe është braktisur nga partneri i saj. Këtë video unë sot do ta vendos dhe ju ta shikoni dhe regjia do më ndihmoj. Përshëndetje Adeta, jam një nënë me 4 fëmijë. Quhem Vangelina Hida, vi nga rrethi i Laçit, jam e divorcuar me burrin. Jetoj me 4 fëmijë të vegjël. S'kam as shtëpi, as punë, as gjë. Nga burri jam e ndarë, kam 4 vite. Ai më dhënonte, pinte, rinte rrugëve gjithë ditën, kallamet rinin pa bukë, pas gjë. Djalin e vogël e kam të smur, me epilepsi. Edhe vetë jam e smur, të shtevën s'kam as punë, as shtëpi, as gjë, rri gjithë ditën me djalët. Të lutem Odeta, më pranon në programin tuaj. E kjo kërkesë që kjo zonjë bëri për studion e emisionit Pa Gjurmë, më pranon në emision pa dyshim, sepse zëri çdo qytetari që kërkon të jetë pjesë e emisionit Pa Gjurmë, pa dyshim ky emision është hapur enkas për qytetarët, për të gjitha denoncimet që ata bëjnë në televizionin ton Report TV. Që në momentin që me stafin tim e dëgjuam këtë video të kësaj nëne, kësaj 36 vjeçare, e telefonuam menjëherë që ati ishte ditën e sotme pjesë e programit e emisionit Pa Gjurmë dhe Vangelina Hida, 36 vjeçare nga Laçi, ndodhet me mua në studio dhe menjëherë unë dua ta përshëndes. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje. Të shikoj që i mbusha syt me lotë. Do ulem pranë teje dhe duaj që ti jesh e fortë, ne gratë jemi të forta dhe kur përballemi me probleme të vështira, edhe kur hasemi me braktisje nga partnerët, me tradhti, jemi të forta për hir të fëmijëve. Ndaj ti duhet jesh ditën e sotme e fortë për hir të 4 fëmijëve të tu të vegjël. Po, kam 4 fëmijë të vegjël, jetoj në Laç, s'kam as shtëpi, as punë, as gjë. Rri vetëm me fëmijët. Në punë nuk shkoj dot se kam djalin e smur. Kam epilepsi, djalin si kam tregu. Kur kam, shkoj në punë, kur s'ka, rri ke shtëpia me djalin. S'lëviz dot, se po ika, ai është i smur. E dashur, çfarë ka ndodhur me martesën tënde? E nisim bashkë rrëfimin, ju jeni nga Laçi? Ja, unë vetë jam prej Elbasani. Je nga Elbasani? Jam prej Elbasani. Por babai i fëmijëve? Babai i fëmijëve janë prej Korçë. Është korçar. Është korçar. Si jeni njohur përpara sa vitesh? Para 14 vitet. Para 14 viteve. 14 vite. Jeni njohur vetë, le të themi ishte një histori dashurie apo një blesëri? Unë jam njohur me blesëri më shumë, po më shumë pak nga telefoni, pak me blesëri, se gjyshja ime ka marrë mesën e tij. Vjerri, dhe me thënë ishin kështu, rreth misie, po. Me babain e fëmijëve, ke qenë e re atëre? Po, kam qenë 18 vjeçë. 18 vjeçë. 18 vjeçë. Nisi kjo histori dashurie mes të dyve dhe e kurorzuat, le të themi, në fëjes, martesë në fund. Po, martesë nuk kam bë fëjes fare, kam shku direkt, e kam që ditë që kam shku, me majtjetje nuk... Si shkove? Shkova me pranin e prindrëve të mi, jo vetë. Po, nuk e njohoj, le të themi, që të dilje, ta njëhe për person? Jo, njëfje më përpara. Më thoshte, dhe me thënë, gjaja vetë ka thënë, gocën e vetë ka thënë, ke nipi gjyshës time. Po. Edhe më thoshte që është djali mirë, edhe unë i besoa, se të shë, ishim dhe trejas. Por, nuk ishe takuar asnjëherë me... Asnjëherë. Dhe vajti direkt në shtëpinë e tij? Vajta atje, jo, herdhja i ke mua në Elbasan, u takuam. Kërkoj dorën, le të themi, në familje? Erdhi me kërkovi dorën në Elbasan, shkova me babin, edhe babin tha, mos e merr, tha, se duket ta sikur s'm pëlqen.
Babai juaj e parandiu që nuk ishte burri ideal për vajzën e vetë. Nuk është njëri që duhet, ti për mu merret apo si dush, po për mu nuk është. Mu shmendja ta shajt ta marr. Nejta 2 vjet, po thashëm na. Nejti atë natë aty me gjithë babin e vet ke shtëpia ime. Se ne rrim fshat, nuk rrim brenda në qytet. Në një fshat e Elbasanit, po? Edhe në Gjinër, nëse e keni gjuhë. Po. Edhe e kemi marrë bashkë me babën e vet, e kemi çu ke shtëpia jonë. I joti, i mirë, tamam, i sjellshëm. Edhe kjo ditë, mirë, javë, mirë. Mori pastaj ke shtëpia vet. Të mori ditën tjetër? Mas 2 ditë, se ka maj 2 ditë ke shtëpia ime. Do me thënë, ata ndajtën 2 ditë në shtëpinë tuaj dhe... Mas 3 ditët, pastaj kemi shku në Korçë. Kthyet ju vizitën? Po, shku në Korçë, pastaj unë nuk erdha më, nejta atje. U bëre nuse, asaj shtëpisë? Po, u bëra nuse asaj shtëpie. Do me thënë, qëndrove 2 ditë, le themi, me burrin në shtëpinë e babait dhe shkove në shtëpinë e tij. Nuk i dhe kohë vetes ta njihje këtë person. Jo. Po, gjërsa thoshte gjaja vetë që është i mirë, bën i mirë, edhe në thamë në hajtë se kemi dhe rreth mejësi, edhe babi tha hajtë se kemi rreth mejësi. I besuat? I besuam. Pastaj netën cako, ngella shtatë... Në kohë kur ti shkove nuse, jetoje vetëm me burrin, apo me... Jo, gjithë, dhe familja. Edhe me vjerën, vjeri, ish vjeri. Jetoni me familjen e ti, si nisi jetesa, le të themi. Pastaj se ti një vajzëre ishe, 18 vjeç në ato. 18 vjeqe. Po a i më falë që të pyes sa vjeç? Po një mosh kemi, thënë. Bashkë mushatar? Bashkë mushatar ishim. Po? O 2-3 muj para me je. Po një mosh jemi. Edhe vajtë më tje, majtë e tje, jaj muj, 2 muj. Pastaj mos mor mami. Mos mor mami. E thoshem që, ca ditë ke mami, se e kisha me smunit keqe mami. E kisha, thoshem qëka je 2-3 ditë, Se herë që shkoja ke babi, më thoshte mu rjeti ke babi atë mos hajde ma. Isha dhe rëndë me vajzët. Sa vite kishit që kishit lisu bashkjetesën, kur të tha shkoa të prindit dhe mos hajde ma? 5 muj, kash, më shumë jo. 5 muajve i të thakë të thakë që mos hajde ma? Po, shko, thoshe rrjeti, mos hajde ma. A kesh shkoje, kesh më shkoje. Mirë, këto 5 muaj që jetove, si sile e i me ju? Me neve aty ke shpia, se ne ishim ke familja e këti. Rrinë ke familja e këti, mirë, s'pat pija, s'rrinë të rrugëve, së gjo. Po, në mardhënje me ty, le të themi ti? Jo, gjëra tëre ka shanë mirë. Pastaj, kur linti vajza madhe... Kurse problemi pas ka njësur që në fillim të bashkëtesës, pra i në familje të ka dëbuar, mos hajde më. Ti pse u ktheve? Pse u ktheva, po thoshe hajtë se më vinte edhe turp nga njerëzit. Vete desha, vete mora, pastaj gjësa e mora... Pastaj lindi goca vogë, kjo e madhja, lindi goca madhe, kjo thoshte, shko, mos hajde më, mos bë më, fillu pinte, problemet e veta. Pra, nësa po kuptoj unë e dashur, a i nuk të ka dashur që në fillim? E kishte ndorë, e kishte të nana ti. E ka nanën... Nëna nuk komandon zemrën e djalit? Jo, nana i thoshte, qatë i thoshte nana dhe bënd të djalit. Po pse ajo nuk të donte ty si nusa? Jo. Por pse nuk të donte? Po s'me donte se desh më fuste në rrugë keqe. A unë s'pranova. Si në rrugë keqe? Vjera nuse në rrugë keqe në të shkuptim? Ja, me shku me tjerë. Unë s'pranova. Wow. Nuk pranova. Thashe, po ishe për këtë punë, thashe më mirë shkaj ke babim, rrjeti ke njerëzit e mi, a e qëtëre me mori në hatë. Po kjo që nga e rëndë, me këtë deklarat që Vjera ka dashur të shkoj me të tjerë. Që atëherë më ka marri natë këshu. Edhe sot... Po mirë, burri juaj si reagonte? Po që ti thoshte nana dhe bënte i biri? Që ti thoshte? Që ti thoshte nana vetë? Për babën s'pise, për babë që kishte, e kishte flëri. Po nana i herë ishte shumë. Më shokove? Për zotin. Nana i herë ishte shumë. Kisha dëgjuar në të studio që Vjera nuk e do nusen, se nuk punon, nuk bën punë, nuk është e sjellshme, s'më bën kafe në të tjera, por që Vjera të detyroi nusen. I thoshte djalit, çoje ke njerëzit e vet, mos e merr më, mos e merr më. Unë me dy fëmijë shtëpi. Çoje thoshte, edhe vende merrte gocat. Shoqet e veta që rrinte në Korçë gjithë ditën. Më fal për shprehjen, gjithë ditën rrinte nëpër hotelet me shoqet e veta, Vjera. Edhe më thoshte mu, i thoshte djalit, çoje, mos e merr më, thoshte. Mos e merr më se të bi mama nusa 3 ty ke shtëpia, e me 2 fëmijë ke shtëpia.
e mlinte mu me i kasovë vogël. Por ti nuk mund do të flisje me vjerën tënde që Jo, çfarë po më kërkon i pa ta thonë, me mu më s'falë, me mu s'ke pun fare, me mu s'ke pun, ti ke pun me djalin, po që dush me djalin, s'më ke marrë mu, më ke marrë djalin. pra, ti kishe marrë djalin e saj, do shta vjera nuk të donte, merje burrin dhe largoheshe nga jo shtëpi. O, po nuk largoheshe ky. Ishte i lidhur kaq shumë me nënën? Ishte i lidhur mas nënës vetë. Edhe sot është i lidhur mas nënës vetë. Ka 5 vjetë. Por tani sa do një burr të jetë i lidhur me nënën, kur nëna kërkon nga nusja të punoj në rrugë, se s'di s'ka shprej ndryshe, kjo tani edhe s'ka vend ku të qëndrojë, është e pakonceptueshme. Ky burr nuk reagonte? Nuk e di. Për çfarë kishin marrë në shtëpi? Se ti ishe bërë dhe nën, që se një dhe 2 fëmijë, ajo kishte... Ishte shumë i lidhur mas nënës vetë. Qatë ti thoshte nëna? Se nuk e ndave? Dhe shqyetëre, po thashaj se dhe të rishoj, dhe të rishoj, pas ta i qenë me këtu në kamës. Po pa arritur, momenti që u shkëpute, le të themi, nga Vjera dhe me burrin, u lëvize nga Korça erdhen në zonën e Tiranës. Në momenti që ndodhen këto lloj biseda jo etike në familje, ti nuk kërkove ndihmë tek prindrit e tu që kështu është situata? Jo, po unë kërkova ndihmë ke njerëzit e mi, po unë kisha dhe mamin e smur, edhe s'kishin që me bo njerëzit e mi, unë kisha neti 4 vjetë mami shtri në krevat, së unë ngritë fare ishe me smunjet randë, smunjet keqe. I thoshe jam qaj natë ke mami të asha, dhe di që ka vdek, nuk kam shku. Dhe nëna kur vdish ti nuk shkove të avarosje? Kam shku ditën tjetër. A ditë e kam qanë, po e ke përcjellë në banesë fundit ditën tjetër? Po. Po pse nuk të çuan? S'më çovi. Jo, thoshta. Dhe ti mbylle gojën dhe pranove urdhrat e tyre. Dhe ky është gabimi i madh i femrave shqiptare që mbylli gojën, vendosin të heshtin dhe të pranojnë urdhrat e burrit të Vjerës që është e pakonceptueshme. Nëna ka vdekur dhe ti nuk shkon, ti je, le të themi, nuk i vajta, apo ti ishe në momentet e fundit të saj? Po, në momentin e fundit më kishe kërku, e merë babin telefon, e thot që ma birë gocën, ta shofi her nanën me sy, se më ka kërku gocën ta shofi her, ajo thot jo, jam pun e rëndë të babin tim, i thoshtë, por ti se pjesë isha kur ndrojet nëna? Kam qenë me 22 vjeqe. Nuk isha afti të prisë një bilet dhe të nisësh e drejt Elbasanit? Or nuk më linte me dal jashtë. Pasha zote nuk më linte. Nuk e denoncoje në polici? Po s'kisha as telefon as e gjë, s'më linte me dal Gjekedera. S'më linte me dal Gjekedera. Jo, thoshte. Ku të laohem, kur të gjoj këtë histori e dashur dhe sinqerisht më vjen kaq shumë keq kur po më rëfen, por do qëndrojmë të dyja së bashku në studio, uroj dhe shpresoj që ish Vjera juaj, apo ish bashkëtuesi juaj, babai i 4 fëmijëve të na ndjekin nga ky transmetim dhe nëse duan të reagojnë, patjetër që do i presim telefonata ditën e sotme, por do bëjmë një shkëputje për të kaluar në këto momente tek Obeni dhe rikthehemi sërish bashk live. Jemi rikthyer në studio dashur miq, ku ditën e sotme një 36 vjeçare nga Elbasani e braktisur nga partneri me 4 fëmijë të vegjël, ndodhet me mua në studio zonja Vangelina Hida, e cila po tregon momentet e vështira të bashkëtesës me babain e fëmijëve dhe problemet me ish Vjerën e saj. E dashur, sinqerisht më shokove me gjithë rrëfimin që bëre në pjesën e parë dhe momentet se si Vjera, le të themi, të kishte detyruar që ti të shkoje me të tjerë që të përfitonit para, le të themi nga trupi juaj, kjo është absurde, por ti e refuzove dhe këtu nisën konfliktet. Po, qëtërë, që nuk thashën s'ka merë për gjëra tilla, unë ka merë thashën sinuse për djalin tatë. A tha, po të bë mirë, tha, po s'të bë mirë, tha, shko ke shtëpia jote. Jo, thashën, nuk e shtëpia nuk kam, pse shkoj, thashën, po që për këtë punë, thash më mirë. Por burri juaj nuk reagoj fare? Jo, kë nuk e dinte, burri nuk e dinte, kur erdhi ndarkët, pastaj i tregova burrit, thashëm shumë, tha shumë mami jot, më thashëm shumë, nuk pranova. Pastaj vajti ke dhoma tjetër, gjaja i bërtiti, ditën tjetër pra bashk.
Po çfarë ndodhi më pas? Le të themi pas gjithë këtyre konflikteve dhe debateve, ti u largove nga Korça me burrin dhe në atë kohë kishe vetëm 2 vajzat? Ja, kisha djalin, vajzën e madhe dhe djalin e 2 fëmijë kishe, djalin dhe vajzën, dhe u largove nga Korça dhe erdhe në zonën e Tiranës. Erdha në zonën e Tiranës, se Vjera pati një djalë të smur. Që i smur. Ish kunati ju? Po, ish kunati im edhe i vdish. Bënte djalis 3 herë në javë. E kuptova. Edhe rrinim në Kamës. Pavajt në Kamës ke shkolla. Ti erdhe me Vjerën? Po. Se u ndave nga Vjera, u zhvendosës si familje nga Korça në Tiranë? Po, si familje. Edhe erdhëm bash gjithë. Ajo me fëmijët e vetë, unë me fëmijët e mi. Edhe ne edhe në Kamës pëstaj. Vjeri punon të kenjori me baktim me gjëra kështu. Edhe i thot këti djalit, është i djallë që vjen në merret me tregtim me gjëra kështu. A do me shkuti me gjithë gru laç. Të punoni? Të punoni. Po mirë, tha kë, shkojmë, më pyte mu, thasho, shkojmë se ishim dhe ngusht aty, ku ishim. Qarse? Ishim dhe me thanu me fmit, edhe burri, ishte edhe ajo me gjithë familjen e vetë, ishim 2 dhoma ishin. Edhe ishim shumë ngusht. Dhe kështu ju shkëputot, gjithët punë në Laç dhe ti ike me burrin dhe fëmijët në Laç? Po, shkum në Laç pastaj. Po? Ja 5-6 muaj neti mirë, punonte, merte pronari me vete, as pinte, as i gjo. Pastaj ku ngella e randë me djalin. Fëmijën e tretë? Fëmijën e tretë nuk lëvizi. Neti me mu. Lindi djali, e kam lindur këtu në Tiranë. Djalin e smunë që kam të shte. Pra, fëmija i tretë është djali, është pikërisht personi që... E mbajnë pak të djali, një moment nga spitali është bëra e foto, nga se buan djali, nga epilepsia. Po. Si është gjendja e ti sot? Po, mos i ri mbrava, është shumë randë. Ka qëmë më kesh. Sa vjeç është? 7. 7 vjeç. 7 vjeç. I ri gjithë ditën kokët. Do të ri gjithë, po kujdesëm për to. Së mos i ri unë, e i rëzot, bije, në përmoret, në për ato. Së më me nësi gjë. Shkon ke shkolla, shkon në klasë parë. I thëmën, amon, që ta mësusja, si gjë. Së më me nësi gjë. Si gjë Vjen keq për djalin tuaj që është vetëm 7 vjeç me epilepsi dhe është në një gjendje jo fort të mirë shëndetësore. Por, kur erdhi në jetë fëmija i tretë, ju vazhduat jetonit në Laç? Po, rrinim në Laç, bajti djali 5 muajsh. Po? 5 muajsh pasaj, fillon të po pinte. Pinte... A i ka qënë përdërusi i alkoolit, apo le të themi filloj të bësh përdërusi i alkoolit kur ju vajtet në Laç? Po, kur vajtem në Laç. Po? Pasaj se i randë leket në dorë, po nësa me arshe 250, pa të më pa dona i aty se kishe shpi, përqë shpi, po sa mas rrinim jashtë. Edhe rrinim atje bashk. E thoshe, a shkon Laç me rushim e këj vende me pi. Zbinte as ushim për fëmijët ose gjë. Merë të lekë, shkon të jafus të këna në vetë në Korçë. Këlla me t'i lindë për ngërën. Do të roshe, unë me thëmë pronarit, mi e plekë t'i prapë, që të shkojë me marë ushime për fëmijët. Po kjo nuk është normale. Që ti boja unë ati? S'kisha që me i bo. Sa i merë të lekë, i thoshe, gënjinde pronarin, i thoshe pronarit mi e plekë, thoshe ti, se do shkojë me marë ushime për fëmijët, të këthejmë prapë. Këj hikte që në orën 8, a zvinde mu. 8 mëngjesit. Pra, filloj të bëhesh i papërgjegjshëm për fëmijët e ti. Për fëmijët e ti i la mazdore, pastaj po merë të ma, ju mu shmenja pronarit, ata marrim, se nuk bën ma ashtu, se i kisha marrë këtë në telefon, atë vidhe njerë ke fëmijët, se nuk bën ma ashtu. Pa i të braktisit ty në atë kohë, kur ti u bërëm me 3 fëmijë dhe me djalin? Po, iku 3 muaj, dhe pastaj mas 3 muajt më ka marrë në telefon, ka marrë pronarin në telefon. E i tha pronarit atë vi, se nuk bëjmë. Po ty të mërë të në telefonu këto 3 muaj? Jo. Pra i të braktisi? Po. Iku tek nëna e vetë, braktisi ty me 3 fëmijë? Me 3 fëmijë. Pastaj, i thash mos të merë, se nuk të rri ma. Jo, do rri. Ore, mos të merë, se nuk të rri ma. Aja të ruka, mos të merë ma. I kanë cako, herdi, nejti, gjërë sa moshi qëni 2 vjeç. Nejti, nuk levizi. Po mirë, të të bëj një pyetje dhe pa të të lënduar. Për qa e pranove ti kur u këthyrej? Për qa? Të braktisi me 3 fëmijë, pinte alkool, nuk të sillte ushqim për fëmijët, nuk të trajton të mirë, nuk ndje dashuri, ngrohtësi. Për qa e doje atë burë? Ti është fakti që kam një burë në shtëpi? Jo, vetëm për këta e kam pranu, se më vinte zërë nga njerëzit. Por çfarë zora i të braktisit, i 3 muaj ishe pa burë? Kalamajt s'kishin as babë, se ishin mes fushave, ishin mes arave, edhe atje ishe si frikë, thoshe unë
Në me 4 fëmijë vetëm tu me Je dashuroje akoma atë njëri apo për hir të fëmijëve, sepse ai një baba që nuk është i përgjegjshëm për fëmijët e tij, pi nga mëngjesi deri në darkë, i lë lekët rrugëve, më mirë mos të jetë prezent në shtëpi se sa të jetë. Më shumë vetëm për fëmijët e kam majtë. Thënë ata që realitetin. Më shumë vetëm për fëmijët se ishin vetëm. I thosha në vete i qanë shkolla i merë. I majtë goca të tishtë në klasë 8 si vjetë. Goca në klasë 5. I ka majtë 3 vjetë ka la majtë pa shkollë. Si, nuk i ke dërguar fëmijët në shkollë? Vajzat të tishtë në klasë 8 dhe më thuaj është në klasën e 5? Po, i ka majtë e pëse asun s'kam po shkollë, thoshtë. Po, merë e qaj fëmijët në shkolla në kohë pështë, se kam bëhën, asun s'kam po shkollë. Të mërshme. Nuk kam bo asun shkollë. Që ke ndërprer fëmijëve shkollë ku 9 vjeçarja është e detyrueshme. Ore, thoshe se ishte pak larkë, aty ku ishim ne gjysore, që gjysore i orë, thuash, po do i këshin kam pak, do i këshin në për makina, po shte lartë. A thoshe, në kam leku me shku me kalamajt, thashën, po ti, thashën, a ke lek, thashti me shku me pim në për lokalet, me shok të tuj? Ke. Si që ke për pirje, meri qoj kalamajt në shkollë. Pse do të rishti rahat, më bëndë. O, kjo është kulmi. Pse do, goca cot është 5 vjeqe. Kjo e vogla. Kurse ajo Por, në momenti që ai u rikthye, ishe me 3 fëmijë, pa dalë te fëmija i 4, sepse ata të keni jetën e gjatë të 4, por kur e shikon që ai është i papërgjegjshëm, për çfarë i sjellim kaq shumë fëmijë në jetë? Për t'i marrë me qafë, për të patur një fëmijëri jo të lumtur. I 4, i herën... Ai të ketë jetën e gjatë dhe t'jeti lumtur pranë te, pra motrave dhe vëllezërve, por kur ai u rikthye, le të themi, të kërkoj falje? Po, kërkove falje, nuk i ki më, nuk bëj më, edhe më më shpene të shajtë se për hyrë të fëmijëve dhe mbaj. Ta mbaj, thash për kalamajt, për fëmijët e vetë. E pa kjo është gabim, se burri nuk mbahet, po e mbaj unë për hir të fëmijëve. Por ke gabuar, dhe ke kuptuar që ke gabuar, sepse ja, ti e ndarë sot, ai të braktisi prap, e përsëriti sërish të njëjtën në veprim. Por me ish vjerrin, kishe kontakte? Jo, unë jo. I shkëput? Jo, unë jo, asë jo. Kur ishe me burrin, them? Jo, dhe me burë dhe pa burë, unë s'kam asë loj lidhë. Ata nuk interesoheshin më për fëmijët e vegjël, për ty? Fare, asë jo. Dhe si vazhdoj jeta juaj, le të themi, ti solle një jetë edhe fëmijën e 4. U bot prindër të 4 fëmijëve. Isha nën mojshe, isha mujtim për lindur, iku, që atëherë edhe su këthyma, edhe se kam pramënumë. Të la 7 zënë, ishe në muajin e 9 dhe të braktisi për herë të dytë? Po, për herë të dytë që iku edhe që sa ka ikur, që isha shazane nën mojshe, isha mujtim. Po, duke lindur? Po, edhe kam shku me ambulancë, lesh. Nuk ishte jetër. Që atëherë dhe i thash, stop, me mu thash s'ke pun fare, i kam bo blok me numra, pa të pasi numra, pa të pasu numrin tim, e thejva, vetëm nga hëna ti. E thejva se nuk doja me në gjuma. Se do vinde prapë. Më falë. Atë pun kishte, gjithë vitës. Qfar të tha, qfar të komunikoj? Jo, asë si gjë, vetëm se mori leke pronari, shkovi pivi mirë në lash, edhe shkovi për korç. Edhe të shte i rri, më qanë ftesë në Facebook, po më së kom pranu. Nuk e pranaj. Vetëm ka kjo nuk... Vajza e vogël nuk e njeh babai? Jo. Jo, nuk e njeh. Ja nëzirë të vajza madhe, ja nëzirë të... Në telefon? Në telefon, i thoshte, kush është kjo? Gjagji Huj, thoshte. Edhe të shtishtë, thoshte, Gjagji Huj. Vajza është 5 vjeqe? 5 vjeqe. Pra i ka 5 vite që të braktisi, le të themi, me 4 fëmijë, fëmija i 4 sa po vite një jetë, a i ku në kosh tek nëna, dhe ti dhe fund kësaj bashkjetese dhe... Të she, as ka lidhje fare, as me kalamajt, as ndihmë, as i gjë fare. As kontakt me të fare, as gjë fare. Por e ti ju nuk presa si gjë. Fëmijët i ka telefonuar? Jo, po si le ju në fëmijët. Legu, vajza madhe nuk e do. Edhe djali jo. Thot, po e more prap, thot, unë iki unë në shpia. Të kanë vë fëmijët kusht? Jo, thot, unë nuk e du, thot. Po dhe më hadhe të vijë unë sa shumë, se pranaj unë. Dhe kjo është edhimshme, fëmijët i vën kusht nënës. Nëse ti e qas babaj në shtëpi, do ikim ne nga shtëpia. Nuk e du, asnjë, nuk e du, se për ata që kam po. Vinte i pirë, rrifte kalamajt, i dhënon të mo, vinte ikte në orën 8, vinte në orën 2 natës, pa si gjo, pa shpi, pa si gjo, pa punë. Gjësa rrita, vajte shkova lashë, kam ikë prej aty,
Shkova në Laç pastaj, mora i shtëpi me qira vej. Por, do ma tregosh çfarë ka ndodhur me jetën tuaj në këto 5 vite e vetme me 4 fëmijë dhe padyshim që jeta është e vështirë për ty dhe të kuptoj për këtë pjesë. Do të bësh dhe rolin e nënës dhe të babait. Por ai në këto 5 vite nuk e ka marrë asnjëherë guximin të takoj fëmijët e vet, dhe pse ata e refuzojnë. Jo, po s'e kam pranuar so. Ai ka ardhur, por ti s'e ke pranuar. Ai nuk e di fare se jam në Laç. Ai e di që jam në Elbasan, ke njerëzit e mi. Nuk e di që jam. Por sot që jemi në këtë transmetim, ai ndoshta të dëgjon, ndoshta nuk është duke na dëgjuar live, por do e ndjeki emisionin. Për mua ai ka marru. Unë nuk du më... Ti nuk e qenë martuar ligjërisht, le të themi, që ti drejtohesh e gjykatës të bëje divorcin, ai e ka njohur atësinë e fëmijëve. Po, atësinë e ka pranuar, po krye familjarja e fëmijëve jam unë. Por ti nuk je drejtuar gjykatës për të marrë detyrimin ushqimor nga babai? Sepse sigurisht ai është babai 4 fëmijëve dhe ka një detyrim ushqimor ndaj fëmijëve për të paguar çdo muaj dhe për t'i takuar. Ai thotë që unë vi, po s'm pranon ajo. Unë kur i njëri që së du, kur unë i njëri që së më kanë dimu kaq vite, 5 vjetë, që me la barkon ke goja, dhe të shkovi, hiku, mi la kalamajt pa buk, pas i gjë, i thash pronarit, i dëtërova, i thash pronarit, mjet lek ti prap, që të shkajt marrë ushqime. Po që nga i mirë ky pronari, që sa herë që i pas ke kërkuar parat të kanë ndihmuar. Po, ndihmon dhe për hir të fëmijëve, jo për mua, se për mua... I qartë, për hir të fëmijëve që ishin të vegjël, i dhimse dhe t'i jepte paradhënie parat, besoj. Po, i jepte paradhënie. Rrogën ta jepte më shpejt kur ty të nevojitej. Po. Dhe bravo i qoftë këtij jo, zotërie që të kanë ndihmuar. Nuk kam jo ndihmë nga ai, kam pas nga nëna e tij, nga vëllezërit e tij, nga nusja vet, nga ai të kanë ndihmuar. Më kanë ndihmuar shumë. Për të siguruar ushqimin për fëmijët. Për fëmijët, jo vëlla, po kalu vëlla. Dhe sa ka bëj për fëmijët e mi nuk ma ka bëj as baba, as nëna, as vëllezërit, as më. Por familja juaj ka qenë mbështetje. Pasi u ndave dhe u divorcove. Po, kanë qenë, po të shikojnë për familjet e tyre. Nuk kanë kushte të ndihmojnë. Nuk kanë si duhet. Babai jeton? Po, babi, po. Pat të ketë jetën e gjatë. Faleminderit. Ai të tha një fjali, po, ditën e parë që ti e takove babain e fëmijëve, nuk është për ty. Po, ma tha. Ti e dëgjove mirë, por e refuzove dhe i the po. Dhe shkoj ashtu si që babai ta tha në fillim. Që ai nuk ishte i duhuri për ty. Pa thanë, mos e merë, asë dhe marë. Se s'kishte tjerë, ma vetëm ai ishte. E pra, e the bukur. Dhe sinqerisht më vjen keq. Isha dhe, hajtë më se t'isha në i mosh 50-60 vjeqe, hajtë më se dhe merja se s'kisha ku shkoja, po të shë, isha 18 vjeqe, isha vajzëre. Por dhe sot je re, je vetëm 36 vjeç. E reje dhe sot. Unë të këshilloj dhe padyshim, duke ditur që je një grua e dhunuar, nëpërmjet avokatit të popullit ka zyra enkas që mund të të ndihmojnë nga ana ligjore që mos të paguash parat, i drejtohesh gjykatës, ai ka njohur atësinë, kjo është gjëja më e mirë për ty, që gjykata të vendosi një detyrim ushqimor për atë baba, për këta 4 fëmijë që ti po i rrit e vetme, dhe padyshim që ai do t'i jepë dhe drejta e takimit që unë të këshilloj që mos e refuzo, mos e ndalo, nëse fëmijët duan të takojnë babain, lejoj që ata të takohen. Pavarësisht se vajza e madhe është e prekur, të ka vënë kusht, nëse ti e sjell në shtëpi, do ikim ne, por koha është që shëron plagët dhe lërja kohës që fëmijët të vendosin vetë kur janë gati të takojnë babain e tyre, por ti mos u bëj pengesë. Jo, për mu s'mundë me marrë matë njëri në shtëpi, sikur. Ju ta marrësh në shtëpi, marrëdhënia juaj ka mbaruar. Ti nuk e punë me atë person, por ai është babai atyre fëmijëve dhe ka të drejta për t'i takuar ata fëmijë. Ti mos i pengo fëmijët që të takojnë babain. Sepse si gjykata vendos detyrimin ushqimor që ky baba duhet të pagojë për fëmijët, të vendos dhe ty të drejtën që fëmijët të shkojnë të takojnë babain e tyre dhe ti mos t'i pengosh. E shikoj që jeti ajo që i ke frenuar fëmijët mos të takojnë babain. Mos e bëj. Me të që ka bo, e pengaj. Me të që ka bo, i ndalej kalamet që mos të takojnë. Unë kuptoj që zemra jote është e plagosur, e elmuar, por po gabon, mos e bëj këtë gjë.
mëkatet, Kur çdo kush do i laj vetë një ditë. unë rrim... Ai ka mëkatuar me ty, me fëmijët e vet, një ditë do i vuaj të gjitha. Fëmijët do mbushin 18 vjeç, kanë plot kujtime të hidhura nga fëmiria, do din t'ja japin vetë përgjigjen babait, do din vetë ta zgjedhin rrugën, por aman ti tregove një nënë shëmbullore që rrugën t'ua lësh të lirë fëmijëve për takuar babain, mos fol me urrëtie për të, Jo, po se dhe ata vendosin vetë. se ka vendos dhe vetë ai, se po ta vendosi, o do vi o s'ka, pa ai është martu me i tjetër. Është martuar, ka nisur një jetë të re, babai i fëmijëve. Është martu me i tjetër dhe se ka problem, i takove, mirë si takove, po në madhe, thote. Se pak më parë më thej që ai më bën ftesë, më lë në farë mënyrë të shqetëson në rrjetet sociale. Para se të martoheshe, të shi që është martu, që e ka marrë vesh që është martu, nuk po është më, as ftesë ose gjë para. Po, ju jeni ndarë, ai do vazhdoj jetën e vet, ti do vazhdosh jetën tënde, dhe pse je vetëm me 4 fëmijë dhe padyshim që bëhet më e vështirë jetesa dhe nuk e ke ndihmën e babait. E dashur, do qëndrojmë sërish bashkë në studio, po më duhet të bëj një shkëputje për të kaluar në reklama dhe rikthehemi. Mirë, jemi rikthyer në studio dashur miq, ku ditën e sotme po flasim për historinë e një 36 vjeçare nga Elbasani me emrin Vangelina Hida, nëna e 4 fëmijëve, e cila është braktisur nga partneri i saj duke lënë në mes 4 rrugëve atë dhe 4 fëmijët. E dashur Vangelina, më tregove që 5 vite unë mbush vajza që partneri të braktisi kur t'ishe në muajin e 9 shtatzën me vajzën e 4. Ai të braktisi dhe iku dhe si ka qenë jeta jote në këto 5 vite? Shumë vështirë. Për mu... Sa qëndrove në Laç? Aty kej pronar, a që kam në tjetër e muj, para se ti këtej. Më falë, kur iku ai, ka qenë në vajza... Jo, më falë se jam gata. Ai të la në muajin e 9, ti qëndrove dhe 3 muaj. 3 muaj kam nejtë aty. Vajza ishte 3 muajshe. 3 muajshe. Po? Pastaj u mundova me u largu. Se s'kishin fëmijë shkollë, edhe u largova. Dhe ku shkove? Shkova në Laç. Në qytet, po? Në qytet, lartë. Atje pastaj... More shtëpi me qëra? Mora shtëpi me qëra. Po? Ndihmuan ca i familjar, ishte prej Zvicre. Ndihmovi ai një vit. Një vit ndihmovi ai me ushqime, me fëmijët i çonte merrte në shkollë. Bravo. Me ndihmovi ai. Pastaj ata shkuan punë vetë se kisha familjen e vet, shkovin në Por të ndihmoj të kaloje atë fazë të vështirë që ti sapo kishe lindur, fëmijët i kishe hequr nga shkolla, nuk vinin në shkollë dhe ishe detyruar ti ike nga i fshat dhe të vije në qytet. Fëmijët filluan shkollën menjëherë. Po, filluan shkollën nga Lemajt, herën e parë kanë hyrë në klasë parë, se do të ishin klasë 3, po e i futëm klasë parë që ta merreshin që në fillim të edhe. E kuptoj. Edhe pastaj fillu shkollën tamam. Pra 9 vjeç është futur vajza në klasë parë, i bie. 9 vjeçë. 3 vitet e para i ka humbur. I ka humbur. Pastaj neta një vit atje ke ato shtëpit, erdhi veta i shtëpit. Nuk punoje? Jo, s'punoja. Rria me vajzën e vogël, e kisha vajzën e vogël. Po më ndihmonte ai familjarja nga... Ai të siguronte ushqimin e themi që ran dritat ujë. Në momentin që ai pas një viti u largua, ti ngele pa para. Po, ngela pastaj, erdhi dhe veta ai që kishte shtëpinë. Po. Erdhi dhe veta, mundohu tha më zgjesh shtëpi tjetër. Pastaj neta 5-6 javën, po thuash 2-3 muaj, neta, goxha. Që po kërkoja për shtëpinë, po nuk kishte aty në Laç. Së ive se ishe shtrejt. Po? Pastaj shkova poshtë, gjeta ma kërkovi një shoqja ime, tha, është një filan vend, tha, po deshet, po pëlqeve, tha, shko, tha. Vajta, ta si familja Ringrishi, ku jetoj të shte. Pra, kanë gjithë të tjerët që të kanë ndihmuar, le të themi pasi babai fëmijëve të braktisi. Aktualisht jeton në Elbasan? Jo, në Laç. Ja, akoma në Laç. Pra ti nuk u ktheve te familja jote. Jo. Vazhdon jeton në Laç dhe me fëmijët dhe nuk punon. Jo. Gjendja jote është, le të themi, e rëndë. Ti nuk ke asnjë lloj të ardhurë mujore dhe janë të tjerët që të ndihmojnë. Vetëm nga fëmijët që marrishin 20 lekë muaj, gjë
Për kraje, 120 lekë mund, edhe asë me 4 kalamaj. Gjendje civile e ke ku? Në Laç. Në Laç. Në Laç. Pra merr vetëm të ndihmë dhe asgjë tjetër. Asgjë tjetër. Mirë, ditën e sotme edhe unë do ta ngres zërin, do t'i bashkohem mesazheve të tua me shpresën që të ndiqemi dhe të ndihmojnë, sepse e kuptoj vështirësinë që ti has, po më lejo të bëj një shkëputje të fundit të detyrueshme për ditën e sotme. Do të jemi te Prostatoli të dashur miq. Është një suplement ushqimor i destinuar për popullatën e rritur mashkullore, e cila ndihmon në probleme dhe funksionimin e prostatës. Njihuni me Prostatoli dhe rikthehemi sërish bashkë live. Mirë, jemi rikthyer në studio dhe jemi në minutat e fundit për transmetimin e sotëm dhe dashur Vangelina, më erdhi shumë keq për gjithë rrëfimin që dëgjova ditën e sotme në këtë studio, historinë tënde të vështirë, braktisjen nga partneri, e vetme me 4 fëmijë që merr vetëm një ndihmë ekonomike nga Bashkia e Laçit dhe jeton me çfarë të ndihmojnë të tjerët. Kush është mesazhi që do përcjellësh ditën e sotme? Mesazhi im është që ju lutem gjithë dhe të ndihmojnë për fëmijët, për në shtëpi, për fëmijët mos ngelen jashta, për çdo gjë, për ushqim. Sa vjeç janë fëmijët? Vajza e madhe më the? 14. 14. Djali 13, djali tjetër është 7, ky smurmi. Dhe vajza tjetër 5 vjeç. Janë të vegjël. Po, të vegjël. Të katërt. Dhe çfarë të thotë djali dhe vajza më e madhe? Ata e shikojnë që kushtet? Shikojnë ata se s'ka, s'bën. Nuk e shohin dhe veç që nuk ka asgjë. O mami që do bëjmë, o mami ku do shkojmë. S'kemi këtu, s'kemi aty. Që do bëjmë, si do hecim. Vjetë kanë qenë, kanë dalë ka rruga me sheqeri, se ishin shumë vështirë. Ju falëshin 20 lekë. Dhe tilin shetë qëri. Unë isha je javë, rria në punë. Je javë, pastaj mas jave. Mundohen të bëjnë këtë lloj punë që të sigurojnë të ardhura. Dhe unë i bëj thirrje Bashkisë të Qytetit të Laçit, nëse është duke na ndjekur për të ndihmuar, padyshim ti ke nevojë, uroj që gjithë shqiptarët që janë duke na ndjekur ditën e sotme në këtë transmetim të vënë dorën në zemër për të ndihmuar ty si një nën me 4 fëmijë, uroj të bëhet më e mira për ty. Faleminderit e dashur që të pata sot në studio dhe sinqerisht u preka nga jeta që ke bërë. Mirë, me historinë e kësaj nëne, e kësaj 36 vjeçare, kemi ardhur në fund edhe për ditën e sotme. Unë i falenderoj që ndurat me mua deri në fund të programit. Ne bashkë do ritakohemi sërish nesër live me një tjetër denoncim. Deri atëherë, mirupafshim.